tregoj me sinqert. Nuk është gjithmonë e lehtë të ndrosh shpesh vende, të jetosh mes dy shtetesh, por ja që ne e kemi bërë dhe çdo hap, çdo vendim ka dhe koston e vet. Megjithatë, do t'ju tregoj pak se si kemi kaluar këto ditët dhe disa përshtypje nga vendi ku kemi jetuar dhe vendi ku po jetojmë tani. Hello miq, dhe një serë dhe një tjetër vlog. Po ja bëjmë me dorë hekrit se jemi në Prishtinë. Erdha të sistemoj pak flokët, do ju tregoj pak më vonë se si kam rregulluar se këtu ka shumë erë. I kam dhënë pak formë dhe tani do të nisemi për Gjakov, po sa të bashkohem me Rion dhe Batun. Ja pra si kam sistemuar flokët, do duken akoma dhe më bukur kur ta marrin tamam pak vetën pas 2 javësh, por më tha edhe Armendi që mi kishin holluar shumë, mi kishin prishur dhe le të themi i dham pak formë flokëve dhe nuk prekëm gjatësinë. Dhe Hekri madje tha pas nevojë, tha se dolin dritë. Imagjino sa keq, sa që mundosha t'i bëja me bigudina dhe me forma të tjera, por prap dukeshin bukur, po pastaj nesër më bëheshin bluz. Faleminderit Bato. Si një mëngjes në Gjakov nuk mund të jetë mos jetë me samuna dhe me sudoku. Këtu ka ca speca, një samun tjetër, pak djath. Bato është gjuar shumë herët sot dhe pastaj kemi fjetë sërish me të dhe sapo zgjova ashtu orat 10 se e vura në gjumë para na 2 orësh dhe prandaj jam edhe kaq e trullosur, por tani samuni do bëj punën e vet. Po bëhemi gati që dalim dhe mund sa po përfundova të lyhem pak. Isha shumë mirë më shpar dhe kështu po duket stilimi i flokëve. Akoma jam duke mësuar pak, po shumë herë më mirë se që kisha, se realisht në video më dukeshin bukur, po i stiloja, mundosha t'i rregulloja se prera ishte skandaloze. Tani më ka ardhur një paku që e solla këtu në Gjakov, duke qenë se ishte një faqe e Kosovës, second hand, dhe bleva, kisha kohë që doja një lek dhe bleva këtë lekun e lëkurës dhe ishte i papërdorur fare. Shikoj sa e bukur. Do t'ju tregoj më vonë se si do ta kombinoj. Bleva dhe këtë fundin e gjatë në ngjyra antracite. Shikoni. Dhe ky rinte shumë bukur, madje edhe mami Hekrit ma pëlqeu shumë. Tani do bëhemi gati shpejt sepse do shkojmë kalojmë ditën në Drinë. Ku e keni Hekrin aty duke ndetur në telefon, Bato është me motrën e Hekrit. Dhe ti tregoja pak se çfarë kam veshur, vesha fundin e ri, por kisha vetëm këtë bluzën me vete për të kombinuar. Fundi është shumë i bukur. Dhe këtu mund të shihni pak më mirë dhe flokët. Më në fund. Tani do mbledhemi të gjithë dhe do t'i drejtohemi Drinit. No sense of time. Këtu kemi zënë tavolinën dhe këtu është Drini. Nga ana tjetër është ura ku bëjnë hedhjet. Që shihni, ky është një vend tjetër ku vinë qytetarët e Gjakovës për të kaluar të dielën, përveç se Renikut ku i kemi treguar edhe herë tjetër. Ja t'ju tregoj edhe pjesën tjetër ku janë duke u larë, duke peshkuar me çadra e tjerë. Po kthehem tek restoranti ku erdhi dhe Hekri për të më kërkuar. Hekër!
Po tregoja pak vendin. Këtu më duket sikur ka patur një uriz, se shikoj sa gropa pas ka. A hekër? Këtu kemi pas vendin në gjithë shpijeshën. Do më thënë... Spre këmbë. Edhe mirë. Tu shumë cute. Ja pas ka dhe zona me rër. Dhe nëse doni si të vini për piknik, ashtu dhe në restorant janë të dy opsionet. Bato ka shkuar marrë bëreshën te krosat, shotat, si që thonë këtu, dhe voknaqet. Unë ndërkohë po i drejtojmë tavolinës, ku është hekër me prindrit e hekrit. Këto peshqit e vegjël ju thonë gilica. Si pushuam pak, erdhëm këtu në qytet, nuk e di si quhet ky vendi, por erdhëm sepse Bato donte dilte, është bërë një periudhë plot energji, nuk ndalon një moment, është gjithkohës vrap andej, nuk e di si po ja dini ju me tollërat tuaj, por Bato është bërë i papërmbajtshëm dhe sollëm që të shprehi të gjithë energjit këtu jashta dhe morëm nga një akullore, të shohim si do jenë. Kemi marrë me vete dhe mbesat e hekrit, na ndihmojnë pak. Po komentoj me hekrin se sa mirë do ishte t'i kishim mbesat e hekrit në se po na ndihmojnë shumë që kur kemi ardhur këtu. Ja, ne i shohim nga larg, po ato e ndjekim Batën gjatë gjithë kohës dhe kjo është një luks. Ja, shikoni si ikon ai. Erdhën akulloret. Jemi kthyer në Tiranë. Ndonë sa po bëra një dush dhe bëra si Luan. Përdora këtë balsamin që e lën, pra nuk është plan, nga Ada Herbs dhe realisht është shumë i mirë, i zbut flokët, nuk rëndon flokun, qëndron dhe krehja, gjithashtu funksionon dhe si heat protector, pra të mbron flokët nga nxehtësia. E kam provuar, u bën 2 javë dhe më pëlqen shumë. E përdor sa herë lahem në flokë të lagur, por mund ta përdor dhe në flokë të thatë. Gjithashtu po ju tregoj dhe këtë, kam marrë smoothing cream, smoothing cream. Këtë e kam marrë duke qenë se kam pak lëkurë, luleshtrye dhe strawberry skim, pra siç mund ta shihni pak, edhe pse më është përmirësuar shumë, po nga shtatzania më është theksuar akoma dhe më shumë dhe e bleva këtë diku tek 20 euro dhe jam duke përdorur më njëherë pas dushit. Tani, sot do stilojm flokët e mia të reja, pra prerjen, sistemimin, se nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh këtë herë prerja, ndryshe nga herët e tjera ku kam bërë ndryshime drastike, dhe do përdorim bigutinat, nëse i mani mend, që i kam bler tek Temu, bashkë me edhe këto pisa vlogje pak më parë, dhe për stilim do përdorim këtë furçën nga Revlon. Kjo është versioni më i vogël me rumbullakët. Këtë e kam bler te Gotex, se më vjen në inbox e gjithë kohës pyetja se ku e kam bler. Mendova të bëmi gati bashkë dhe t'ju updatoj pak mbi gjërat që kanë ndodhur ditët e fundit. Duke qenë se në Gjakov nuk është se kisha shumë kohë, sepse duhet kujdesesha për Batën dhe takoja njerëzit e kështu me radhë. Siç e shikoni valixhe që erdhëm nga Gjakova, aty janë rrobat Lara dhe ndërkohë jemi duke bërë gati, shikoni xhupat, sepse me hekrin do bëjmë një udhtim në Gjermani për punë. Ndoshta një ditë do mundem t'ju tregoj më shumë, do shohim, por që ndoshta ju marrë dhe me vete në një vlogun e ardhshëm. Do shohim sa do arrit të xhiroj. Bato akoma nuk ka filluar çerdhen, ndërkohë doja t'ju uroja të gjithë fëmijëve që kanë nisur çerdhen, kopshtin, shkollën, suksese dhe
prindërve me krah të lehta dhe shpresoj sidomos për fazën e adaptimit që fëmijët t'ju adaptohen sa më thjesht, sa më shpejt jetë e mundur, se e di sa e vështirë është kjo pjesë, akoma jemi duke e vuajtur, por që Bato besoj do rinisi javën që vjen, këtë javë duket do inisim dhe kursin e notit sërish. Megjithatë do t'ju tregoj, kështu kanë qenë një fillim shtatori intensiv, jam munduar të jem shumë aktive në Instagram dhe TikTok, nëse nuk më ndiqni aty, më ndiqni, gjithashtu bëni subscribe në këtë kanal, më supportoni në mënyrë që të krijojmë gjithmonë më shumë video, se vetëm në këtë mënyrë arrit të kuptoj realisht nëse ju pëlqen apo jo kontenti që bëj, dhe jam munduar të jem aktive, jemi rikthyer në punë, gjithashtu këtë javë dhe deri nga mesi i shtatorit te Optika ku punoj kemi ofertën e vizitave falas për nxënësit, studentët, fëmijët në përgjithësi dhe kam patur shumë ngarkesë, duke qenë se unë mbuloj pjesën më të madhe të vizitave me fëmijët, që nga një anë më pëlqen shumë, por nga ana tjetër sigurisht kërkon dhe një impenjim më të madh. Dhe se edhe ka në ato orar kam për ditë domethënë, por sigurisht ngarkesa është për herë më e madhe. Megjithatë, janë vizita që më pëlqejnë, ndërsa kam thënë dhe herë të tjera. Mirë, ndërkohë që bëjmë muhabet, pak nga pak po filloj të stiloj flokët, se kam frikë që bëhem vonë, sepse duhet përgatis edhe Baton, duhet të shkojmë të kemi një takim tjetër për një gjë tjetër dhe ndoshta po arritëm ta mbyllim edhe këtë, do t'ju tregoj pak më vonë. Jo për gjë, po thjesht dua t'ju tregoj gjërat kur të realizohen, se sa gjëra kështu në ajër, se projekte dhe ide dhe ndryshime në jetë në ajër kemi boll për ditë, po e di si është puna, mund të nisim 100 gjëra, por në fund fare realizojmë 1, 2, 3 dhe ndonjëherë nuk flasim shumë për këto gjëra sepse duket sikur duam të tregojmë vetëm sukseset, por nuk ka vetëm suksese, në jetë ka dhe shumë vështirësi, por rëndësi ka që të ecet përpara, siç që kam thënë gjithmonë. E kemi një këtë pjesën e dytë të vlogut me filozofi. Se harrova t'ju them, flokët i kam lar me do përdor këto edhe bikutitat e vjetra që t'i shfrytëzoj gjitha. Flokët i kam lar me shampon me verë nga Ada Herbs, edhe ato është hera e parë që i përdor dhe në kombinim me këtë më pëlqen shumë. Një ditë kam përdor edhe vajin me rozmarin dhe e kam lënë një natë komplet, por ndoshta do ta bëjmë një herë bashk të gjithë procedurën që ta shikoni. Ndërkohë, ja ku çeka, mendova se kisha harruar, më janë një kaps. Dhe fluturoi diçka dhe po përtoja të çohesha, se një herë që ulem këtu, ndërkohë Bato është duke fjetur, se mos të duket kështu sikur. Gjithashtu sot mëngjes me Hekrin ishim duke parë se çfarë do veshim Gjermani, se nuk është se kemi shumë bagazh dhe thjesht nuk donim të merrnim shumë rraqe me vete dhe organizuam 2-3 outfite i kishim me vete dhe xhupat sigurisht. Një gjë tjetër shumë fani me Baton është që ka filluar kërkon buk si t'ishte i madh, domethënë fillon buk. Këtë filloj ta bënte kur ishim në Kosovë tani, e thonte një herë buk, kështu ujë, bananet, e ke parasysh si gjithë fëmijët që kërkojnë gjërat, po që ta kërkonte kështu si t'ishte i madh, buk, dhe na bën shumë për qeshur dhe madje ja tregoja mamit, por kur u kthyem ja bëri dhe mamit. Tani që po rregulloj flokët, dhe by the way nuk e kam vendosur shumë mirë sot bigutinat, por do t'ju tregoj disa video, do bëj share disa video këtu ku i kam bërë akoma edhe më mirë. Por më kujtua kur kam qenë në gjimnaz që provoja shumë stilin me flokër, se sigurisht kisha më shumë kohë, ishte ajo faza adoleshencës e të tjerë. Dhe më mend kisha bërë një herë flokët me bigutina, më ishin kthyer gjithë nga brenda. Tani bukur më ishin bërë, po në atë kohë nuk është se mbedreta atëherë, nuk e di a i mbani mend me balluke, ose me atë pjesën që i ngrinin kështu me kaps kështu ja, që pjesën tjetër e kishim të lëshuar dhe
Nuk është se ka qenë shumë kjo moda e bigudinave, gjërave të këtyra, po më kësha shumë qef të eksperimentoja dhe e mbaj mend që pa ta bërë flokët kështu dhe gjyshin pa të thënë, ua si pas ke bërë flokët kështu, më pa të bërë një krahasim që nuk e mbaj mend, por që më erdhi me qenë se mu kujtua pikërisht ai moment. Kështu si kalojnë vitet, si ndryshojnë moda, trendet. Prandaj ndonjëherë është mirë më shumë të zbuloni veten dhe gjërat që ju shkojnë më shumë ose një stil që ju pëlqen juve më shumë, ku e shihni veten më shumë, sesa të ndiqni shumë trendet, sepse siç e shikoni ca gjëra që më përpara thoje, unë atë gjën kurri dhe sot je duke e bërë. Voilà, ja ku janë bigudinat. Sot janë pak shtrembër, po s'ka gjë, si kam dhe flokët pak më të shkurtra, edhe pse gjatësinë nuk e kam prekur pothuajse fare. Tani mendoj të mbaroj make-upin përpara se të zgjohet bato, se pastaj nuk do kem mundësi fare që të bëj gjërat. Nuk e di, po bato është në fazën që përveç se më kërkon gjatë gjithë kohës, dhe shpesh më kërkon më merr në krah. Jo që më përpara nuk ndodhte dhe mundoshim ta mbanim në krah se jo rrëzohej kështu, tani do më vetë rri në krah. Më duket është kjo faza që më erdhi dhe mua. Si po ja bëni ju, apo vepron dhe fëmia juaj kështu, pak a shumë mosha e bato, sepse kuptoni që moshat e ngjashme mund të bëjnë veprime të njëjta, se moshat e ndryshme pastaj kanë veprime të tyre të mbast moshës. Edhe pse në fund ditës çdo fëmijë është i ndryshëm, edhe kjo gjë vjen për t'u thënë. Mirë, pra, shkojmë mos në vonohemi shumë. Nullojmë çdo gjë sepse u zgjua. Bato erdha.